Këto janë 3 qytetet europiane që janë më të qeta dhe më të lira se destinacionet klasike. Nëse do të udhëtosh këto vjesh në Europë, bëj zgjedhjen e zgjuar. Jo gjithmonë vendet e famshme janë më të bukura. Në Itali, mos shko në Romë, po shko në Bologna. Roma është mbretëlënse, por në shtator është ende mbushur me turistë dhe çmimet janë të larta. Në vend të saj, zgjidh Bolognan, qytetin e pastave më të mira në Itali. Fluturimet nga Tirana fillojnë nga 32 euro. Për akomodim, hotelet fillojnë nga 45 euro nata dhe ushqimi është goxha i lirë. Tagliatelet al ragù të vërteta fillojnë nga 7 euro dhe një kotëvere nga 2 deri në 3 euro. Më pak rëmuj, më shumë autenticitet dhe më shumë përjetim. Në Francë, mos shko në Paris, por zgjidh Strasburgun. Parisi është një ëndër, por çmimet janë të larta. Strasburg në vjesht është një qytet që duket si kartolinë, me rrugë të ngushta, shtëpi me çati trekëndshë dhe plot atmosferë ngrohtë. Fluturimet fillojnë nga 40 euro dhe hotelet mund të gjeni duke filluar nga 70 euro nata. Ndërsa për ushqim mund të konsumoni në restorante lokale ku një menu fillon nga 7 deri në 8 euro për person, më pak se një menu turistike në Paris. Më shumë stil, më pak zhurmë, qytet i vogël, por që merr një eksperiencë të madhe. Në Spanjë, mos shko në Barcelonë, por vizito Valencia. Në Barcelonë, çdo rrugicë është e mbushur me turistë, ndërsa në Valencia ka më pak turistë dhe kjo e bën një ndër qytetet më të nënvlerësuara, por perfekt për një city break. Fluturimet në Valencia fillojnë nga 45 euro, ndërsa hotelet mund t'i gjeni duke filluar nga 80 euro nata. Plazhet të gjata, më pak njerëz e po aq shumë diell sa në Barcelonë. Për ushqim, një paella valenciana autentike kushton rreth 9 euro, ndërsa vela lokale është shumë më e lirë se në çdo restorant të Barcelonës. Dhe mbi të gjitha, ka një park 9 kilometra të gjatë brenda qytetit. Ndonjëherë, zgjidhja më e mirë për të udhëtuar është ajo që nuk e ke parë në Instagram. Nëse po planifikon udhëtimin tënd të radhës, shiko përtej vendeve klasike dhe më trego, cili nga këto 3 vende do të zgjidhje këtë vjesht.